Disconnect. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues të institucioneve shqiptare dhe ndërkombëtare, të dashur miq, aktivistë të drejtave të njeriut dhe mbështetës të shoqatës Nexhat Albania. Sot jemi mbledhur në një datë simbolike, 20 qershorin, një datë që prej vitesh përdoret nga organizata MEK për të promovuar atë që quhen rezistenca iraniane. Por si qytetar, si studiues dhe si mbrojtës të drejtave të njeriut, ne kemi detyrimin të shohim përtej sloganeve politike dhe të analizojmë realitetin me objektivitet dhe përgjegjësi. Si kriminologe e shoh këtë çështje jo vetëm nga këndvështrimi politik, por edhe nga ai social dhe human. Historia na ka mësuar se organizatat që funksionojnë mbi baza të forta ideologjike dhe që kërkojnë bindje absolute ndaj udhëheqjes, shpesh krijojnë struktura të mbyllura ku individi humbet gradualisht identitetin, pavarësinë dhe lirinë e tij personale. Pikërisht për këtë arsye, kur flasim për Mekun, nuk duhet të flasim vetëm për deklaratat e tij publike, por edhe për pyetjet që vazhdojnë të ngrihen nga familjet, nga ishantarët dhe nga organizatat e drejtave të njeriut. Ne pyesim, a kanë antarët të drejtën të komunikojnë lirisht me familjet e tyre? A kanë mundësi të zgjidhin një jetë jashtë organizatës pa presion? A ekziston mendimi i lirë brenda strukturës së organizatës? A ka transparencë për mënyrën se si merren vendimet dhe se si trajtohen këta antarë? Këto janë pyetje që çdo organizatë që pretendon të përfaqësojë demokracinë duhet patjetër të përgjigjet. Sot, kur MEK flet për rezistencë, shumë iranian kujtojnë një histori tjetër. Kujtojnë vitet e përplasjeve të armatosura, atentatet, dhunën politike dhe bashkëpunimin me regjimin e Saddam Husseinit gjatë luftës Iran-Irak. Për shumë qytetarë iranian, ky bashkëpunim mbetet një plagë e hapur historike dhe një nga arsyet se organizata nuk ka arritur të fitojë besimin e gjerë të popullit iranian. Ne nuk jemi këtu për të shkruar historinë. Historia është shkruar tashmë, por kemi detyrimin të mësojmë prej saj. Një organizatë nuk mund të kërkojë besimin e njerëzve duke ignoruar të kaluarën e saj. Një organizatë nuk mund të kërkojë mbështetje ndërkombëtare pa u përballur me pyetjet që lidhen me veprimet e saj në të kaluarën dhe në të tashmen. Sot kujtojmë gjithashtu ngjarjet e qershorit 2023 në kampin Ashraf 3 në Shqipëri. Ato ngjarje treguan se kur institucionet shqiptare kërkuan të ushtronin kompetencat e tyre ligjore, u krijua një situatë tensioni që tërhoqi vëmendjen e opinionit publik kombëtar dhe asaj ndërkombëtare. Për ne si qytetar shqiptar, një parim është i panegociueshëm. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund të ketë askënd mbi ligjin. Shqipëria ka treguar humanizëm të jashtëzakonshëm, duke strehuar mira shtetas iranian. Populli shqiptar ka hapur dyert e tij, ka ofruar siguri dhe mbrojtje. Por mikpritja nuk duhet të keq përdoret. Çdo organizatë, pavarësisht emrit apo ndikimit të saj, duhet të respektojë ligjet, institucionet dhe sovranitetin e shtetit shqiptar. Në këtë ditë dua të ndalem veçanërisht te familjet. Pas çdo debati politik, pas çdo deklarate dhe pas çdo konference, ekzistojnë nëna, baballar, motra dhe vëllezër që prej vitesh kërkojnë të dëgjojnë zërin e të afërmëve të tyre. Shumë prej tyre kanë udhëtuar mijëra kilometra, shumë prej tyre kanë dërguar letra dhe mesazhe, shumë prej tyre kanë pritur me vite vetëm një telefonat. Zëri i këtyre familjeve nuk duhet të hesht. Asnjë ideologji, asnjë organizatë, asnjë projekt politik nuk mund të jetë më i rëndësishëm se e drejta e një nëne për të takuar fëmijën e saj apo e drejta e një njeriu për të komunikuar me familjen e vet. Shoqata Nexhat Albania është krijuar pikërisht mbi këtë parim njerëzor. Ne nuk kërkojmë hakmarrje, ne nuk kërkojmë përplasje,
Ne nuk kërkojmë urrejtje. Ne kërkojmë transparencë. Ne kërkojmë respekt për të drejtat e njeriut. Ne kërkojmë që familjet të dëgjohen. Ne kërkojmë që çdo individ të ketë të drejtën e zgjedhjes së lirë. Në punën tonë kemi parë se si izolimi, kontrolli psikologjik dhe fanatizmi ideologjik mund të dëmtojë individin. Kemi parë njerëz që kanë humbur vite të tëra të jetës së tyre larg familjeve, larg shoqërisë dhe larg mundësisë për të ndërtuar një jetë normale. Për këtë arsye ne do të vazhdojmë të rrejmë zërin tonë. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë institucione shqiptare dhe ato ndërkombëtare. Do të vazhdojmë të mbështesim ish-anëtarët që kërkojnë të integrohen në shoqëri. Do të vazhdojmë të brojmë të drejtën e familjeve për të ribashkuar me njerëzit e tyre të dashur. Dhe do të vazhdojmë të kundërshtojmë çdo formë ekstremizmi politik, fanatizmi ideologjik dhe manipulimi të individit. Sot në këtë 20 qershor ne dëgjojmë një mesazh të qartë. Rezistenca e vërtet nuk është izolimi i njerëzve nga familjet e tyre. Rezistenca e vërtet nuk është bindja e verbër ndaj një organizate. Rezistenca e vërtet është mbrojtja e lirisë, dignitetit njerëzor dhe të drejtave themelore dhe të vërtetës. Kjo është rezistenca që ne mbështesim. Kjo është rezistenca që i shërben njeriut. Kjo është rezistenca që i shërben paqes dhe demokracisë. Ju falenderoj.